njeriu më të madh të një vjeçari të dytë mas Krishtit për mendimin tim në gjitha dimensionet, si politikan, si diplomat, si ushtarak gjenjal, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sot i zjerrin bishta dhe ati njerëz që janë të futur qëllimisht për të na nxjerrë qefin. Sepse ka pas nanën kështu, ka pas absolutisht ai nuk ka lidhje fare me ato legjenda metropolitane që thonë për të. Janë të shajuara në tavolinë. Ajo e ati ishte Muzaka, është 100%, dhe shoqja e tij ishte vajza Gjergj Arianitit. Pra janë shqiptar ten babade. Po kishte qenë Skënderbeu që ka qut dorë kundër vëllezërve të tij, sepse ka teorira që ai ka prek kush nuk ishte i festi i vritse. Absolutisht nuk është e vërtetë. Po kishte qenë një gjë e tillë, do kishte qenë një dokument i vetëm paktën në Vatikan apo në Venecë. Nuk ekziston një gjë e tillë, është komplet absurde. Dhe fakti që ai u shkatru për popullin e tij ishte se ai mund të vinte në Itali, kishte pronar pafund se kishte fituar me luftë. Ai ishte pronar Monte Sant'Angelo, Monte Gargano, Trani, kishte pasuri pafund, pra ishte feudal këtej. Po i kishte marrë sepse kishte ndihmuar Ferdinandin e Napoli, i kishte fituar me luftë ato. Pra nuk e kishte lëruar kusht si tush veresie, por kishte fituar me luftë. Ai po kishte qenë një njeri që nuk e donte atë dhëun e tij, nuk donte tokat e parëve të tij, nuk donte varret e gjyshave të tij, nuk ishte ardhur kishte jetuar tek komod. Pse do rrinte ai duke fjetë në shihen Borë e Nakull, nëpër malet e Krujsh, nëpër malet e thepishura të veriut të jugut Shqipërisë, apo të Divërës apo ku diun. Përse do rrinte atje? Janë gjithë të gjëra që ne na bëjnë që t'jeni krenar, t'jeni të lumtur, të ndiheni mirë, majnë kokën lart, të proklamona kudo që mundemi shqiptar, sepse është privilegj, sinqerisht privilegj të jemi shqiptar. Faleminderit.